që keni pa ose në rrjetet sociale shumë mendojnë që jena për qa, shumë thonë po tentojnë me e kap, nuk jemi për qa, ka pat keq kuptime, ka tentativa, por nuk jemi me akuzu dhe me armisu me askan. Armiku i vetëm sot i përbashkët është Edi Rama dhe qeveria ti. Prandaj që të kuptojmë, marshimi ka qenë i organizuar nga grupet të rish, si quhet Gjenerata Z, po unë do thoja gjenerata më e bukur e shekullit 21. Duke qenë që marshimi nuk ka pat të bëjë fare me grupin nismëtar, as me organizatorët, nga sonte do jem unë në balë të marshimit bashkë me studentat. Por studentat do jenë pararoja e këtij marshimi me një pankartë të gjatë, sepse studentat kanë një betejë të pambaruar në 2018 dhe tani kemi shumë beteja që kemi bërë bashkë deri sa kitë të ike dhe kjo qeveri të shporet një herë për gjithmonë. Që të qartësohemi me kështu shqiptarët. Ne kemi thënë çdo natë që kjo është protesta model. Ne kemi thënë çdo natë që zemra e kësaj proteste është rinia dhe mërgata shqiptare. Atëherë si mund ndalojmë ne mërgatët që të vijen me aeroplana? A kuptoni që aeroporti është nia kryesore e jetës që na ka ndru imazhin e Shqipërisë, nga aty vinë shkojnë shqipet që jetojnë jashtë dheut. Prandaj tjetë qartë për të gjithë, asnjëherë nuk do ketë tentativë për në aeroport, sepse aeroporti është edhe veni ku turistë nga gjithë bota vinë dhe na bashkohen këtu me ne në protest. Mos harroni që jeta ime lidhet drejt për drejt me turizmin. Nuk kam as dyqane me qira, nuk kam as biznes, as shtëpia. Po jetoj me një shtëpi me qira, unë personalisht, dhe jeta ime është e lidhme me turizmin. Prandaj nuk do ketë dhunë deri në fund, derisa të shporim këtë klasë politike. E kemi thënë që kjo është revolta më e bukur popullore, revolucioni më i bukur, dhe këtij revolucioni do i shkojmë deri në fund bashkë me ju. E tani, ju e dini që shumë nga kërcënimet shpeshherë që na vinë privatisht janë dora e Edi Ramës përmes dorës së Saliut. Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Opozite shitur! Atëherë si e pat ai hiti versi, janë bërë disa hite tani, po si e pat. Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Ramanburg, Berishanburg! Atëherë ftoj pranjush një ish studente e cila ka lanë një betejë në mes me këtë palë qeveri, sot ajo është urbanisht